1, 2, 3, shikues për i përvjeli mangët mirë. Edhe për i them që sot salatën që du t'ua prezentoj, e thash ma herët që ju merë po 10 minuta, po ishte shaka 5 minuta, se 10 minuta bashkë me zirjen e pulës. Kemi një salat teje të shëndetshme, një salat më ndryshe, zakonisht me salata tilla ushqehemi jashtë shtëpis, dhe fare s'kemi dëshirë me bo salata, po flasë prej vetë vetës time, sepse kur që po na shetot jo vëllau në salata tilla bojnë shpe, që bravo, të lumt, sepse në shtëpi edhe e dim se si gatojmë dhe çka vendosim. Çka të përdorim në këtë salat? Pra, në këtë enë të thellë kam vendosur 2 copa filet pulës, të cilat i kam zje dhe i kam preme thik, ja, ca ki vjen tani në kamjet dhe ju tregon. Këtu kemi qep të reja, këtu kemi majonez, këtu kemi jalapenos, të djegsta, dhe këtu kemi 2 copa filet të pulës, të cilat i kam zi më heret. Tani, çka do të vendosim tek ena? Tek ena do të vendosim, nëse nuk e keni ble, sepse dikush do të pse me harxhu pare, vaj limoni, kjo është e mirë, qoftë për mish, qoftë për pasta, qoftë edhe për salata. Dhe nga monini e kemi me limon, për shembull, nuk e di a keni bo pasta me limon, unë kom bo, keni limonin, fund edhe livorën e limonit të dekoroni, parmezan dhe vajnë nga monini. Atëherë, do të vendosim që të kemi më aromë vajnë me shije limoni nga monini. Ja, kështu. Do të shkoj me pak oregano, ja, se jep shumë shije. Do të shkoj me pak piper të zi, tjetër, piperi zi, ja, i freskët. Dhe vetëm pak kripdeti, ja, kështu. Dhe tani do të marrim kaperin, shikues. Ja, kamera do të afroj, e kemi kaperin nga punti. Atëherë, çka është kaperi? Kaperi ngjason shumë me ullin, shikues. Ja, vetëm ta derdhim pak ujin. Ja, kështu. Kaperit nuk janë ullin, janë bimë super aromatike, që janë teve të famshme në Itali, përdoren në salata, përdoren në peshk. Ja, shikues, ja si duke kaperit. Afro ca ki me kamerë, hajta shohim. Okej, do të marrim ja kështu, 2 lukë të mesme nga kaperi. Hajt, edhe pak. Ja. Ju tha shikues që kaperit janë bimë të cilat janë tejet aromatike dhe japin jetë ushqimit. Atëherë, pak kaperi në salatën e juaj dhe gjithçka ndryshon në shije. Ju thash, salat tejet e thjesht, këtu pra, ardianës se tha jem djetë, ja hum ble bukën e thekun 3 copa, sepse pak, edhe pse garanta jo bukë s'po hanë, po shkon shumë me salatën. Gjithë masën pra ja kështu do ta përzihen dhe kam ju ratë fikt kur ta provani. Shikuje, salata është gati, për ndryshe, këtë salat mund të hani bëni tost. Ju thash ta merrni në punë, dzini pak makarona, të bëni një salat edhe makarona të shtoni. Patate, qka t'ja u do në loqka e shpirtit zemrës, shtoni edhe domatën, shtoni edhe specin, qka t'keni në shtëpi. Kjo ishte një formë e kësaj salate e cila është e shëndetshme edhe ju ngop. Për ndryshe që e përdorëm kaperin sepse e keni pa ndërsa në dyqanet dhe se keni ble, keni thonë, qka me bo me këto. Kaperi është e mirë edhe për mishin e peshkut, ju thash, duke kombinuar edhe limonin. Përveç që është antioksidant, ka edhe shumë vitamina dhe minerale, shikues, ja po e lexoj këtu sepse u futa në internet, shkruan që ka vitaminën K, ka minerale si hekurin, kalciumin, magnezin, ka fibra ku ndihmon në tretjen. Pastaj përfitimet kryesore, luftimin e inflamacionit, mbështet shëndetin e zemrës, shikues. Konsumoni produkte të mira, të shëndetshme, mos kurseni në produkte sepse çka ham tash na shkruhet ma vonë kur t'i bëjmë do vjetë. Atëherë, si mund ta servoni këtë sallatë? Edhe një detaj, sepse unë jam në emision dhe pulën e kam nxjerrë më herët, gjithçka është e freskët. Kur t'jeni jo në shtëpi dhe keni kohë, mundeni edhe një ditë më herët ta zini pulën, mundeni ta zini edhe 3 orë më herë, po ta fusni pastaj sallatën në frigorifer, sepse është e ftohtë dhe pastaj është ende më e shijshme. Unë do ta marr të lugën e akullorës dhe me qenë se
jemi edhe në emision edhe ju vjen dikush, po edhe për vetë vetën e juj, pse mos duket pjata edhe e bukur. Ja, do ta marrim kështu. Ja, kështu. Ja, do ta vendosim në këtë. Ja, kështu. Do të kryem 3 tupta, besoj që i del tamam Dianës shikues. Shikues, kjo është pra super salata, salata e shëndetshme, e mirë, e lezetshme. Alo se prova, po kemi provu në emision. Ju bëft mirë kur ta gatuani, me zis po pres me provu dhe Ardiana, inshallah se kom dëshpru shikues. Edhe shikat shi është relative, dikuj që pëlqen, dikuj që pëlqen. U besoj që kam i pëlqy, se ma të mirat e botës i kanë të salat dhe ja. Fëll për Ardianën, Ardiana mas dere, zilja shikues, përshkojmë po e hapim deren, ose ndroni kanalin se këthejmë për 5 sekonda. Pul kemi sot për ty, një salat, e ka provu ma herët. E provova dhe ke shumë e mirë. Sa pak e djeks, ja ku pak e djeks. Ja ku pak ma pikante shikues. Unë me du virën edhe duroj, po ju që ka shumë djeks. Apo të pëlqen si salat, për herë pare bona? Po më pëlqen, e ka të shien e kepës, unë e du kepën, sidomos Ka në sezon. Kep të reja, kështu që fantastike.